E dini që ekziston një vend në të gjithë planetin ku forca e gravitetit nuk ekziston? Tani po ja u tregoj. Atëre, ka disa vende në të gjithë planetin, në disa zona, për shembull kam dëgjuar edhe në Kosovë, bile edhe në Shqipëri, edhe këtej në Evropë etj etj, që forca e gravitetit funksionon ndryshe, por vetëm një vend në Oqeanin Indian, ose më mirë në Kaliforni, forca e gravitetit nuk ekziston. Tani, në qoftë se nuk ekziston forca e gravitetit, sepse mendohet ose flitet, gjëja sikur është atje, është qendra e botës, thuhet. Po nuk besoj që është kështu. Ndoshta ka disa anomali që në atë vend forca e gravitetit nuk ekziston ose nuk funksionon mirë. Por merreni me mend, një vend në të gjithë planetin ku forca e gravitetit është ndryshe nga i gjithë planeti. Dihet që njeriu qëndron mbi këtë planet fal forcës së gravitetit. Merreni me mend, në qoftë se nuk do të ekzistonte forca e gravitetit, ne mund të qëndronim në këmbë? Nuk besoj. Tani, pyetja është kjo. Nëse forca e gravitetit në një pikë të planetit nuk ekziston, mundet që në të gjithë galaksinë ose në të gjithë universin të ekzistojë një vend ku forca e gravitetit nuk funksionon? Në qoftë se do të jetë kështu, atëre teoria e Einsteinit bie, rrëzohet, dhe e dini pse? Sepse do të thotë që forca e gravitetit funksionon ndryshe nga ajo që na është mësuar në shkolla, në studimet tona. Ne, o të paktën njerëzimi, mendohet sikur është akoma në klasën e parë të fizikës kuantike, sepse sipas fizikës kuantike, nuk e them unë, teoria e relativitetit, pra e Einsteinit, është ndryshe nga ajo që na është mësuar. Por unë doja që ta bënim një diskutim të përbashkët, ju çfarë mendimi keni, nëse nuk do të ekzistojë forca e gravitetit në këtë planet, çfarë mund të ndodhë? Ose si është e mundur që vetëm një vend në të gjithë planetin, në një pikë të caktuar, forca e gravitetit nuk funksionon? Si është e mundur? Pse mund të ndodhë? Thash edhe njerë, mbajni mend, këtu jemi në një kanal që diskutimet e përbashkëta, përveç se nxisin mendimin, por duke folur të gjithë së bashku, na rrit edhe nivelin e informacionit. Kalofshi bukur.